Pashka, festa e shpresës dhe ringjalljes u kremtua dhe në Lezhë, me qirin të ndezur në duar simboli dritës hyjnore, qindra besimtari u bashkuan ritualit fetar të mbrëmjes të së shtunës. Në katedralen e Shënkollit, mesha shenjtë e ringjalljes u drejtua nga i peshkvi dioqezës së Lezhës Imzat Ottavio Vitale, i cili në fjalën e tij theksoi rëndësinë shpirtërore të kësaj nate, duke përshkruar si momentin kur besimi triumfon mbi mëkatin. Sot fjalët e Krishtit u ngjall nuk janë thjesht një deklaratë. Ato janë një thirrje për jetën tonë. Ato na thonë mos u ndaloni tek liderimit dhe frika, por hapeni zemrat tuaja për dritën e ngjalljes. Në këtë mbrëmje ne ndezim edhe këshillin e Pashkve. Ky këshilli nuk është vetëm një simbol. Ai është një kujtesë se çarës së Jezusi është drita e botës. Drita që nuk shuhet dot. Pas përfundimit të meshës, pas mesnate, besimtarët u larguan nga katedralja, duke mbajtur me vete dritën e shpresës dhe urimin e lashtë. Krishti u ringjall.